Selin Gimbo drejt bashkëtesës. E vërtet, pas fitores së Big Brother VIP Albania 5, duket se Selin dhe Gimbo kanë vendosur t'i marrin gjërat me shumë seriozitet jashtë shtëpisë. Dyshja e njohur tashmë ka hedhur një hap të rëndësishëm duke nisur në një farë me bashkëtesën. Burimet të sigurta për Prive Baliberta Spahiu konfirmojnë se ata kanë filluar të ndajnë të njëjtën shtëpi në Tiranë. Edhe pse burime pranë Gimbos tregojnë se ai është vazhdimisht në lëvizje për shkak të angazhimeve të tij, kryeqyteti shqiptar po i kthehet dita ditës në një shtëpi të dytë. Çifti po gjejnë kohë për njëri tjetrin duke shijuar lidhjen e tyre mes pushimeve dhe koncerteve, pak para se të fillojë fluksi vërtet i sezonit veror. Një tregues i qartë se kjo romancë, ndryshe nga tjetra, po funksionon mjaft mirë edhe në jetën reale, larg kamerave. Brikena bashkon forcat me Dionin. Dëgjuat mirë, e vërtet. Një tjetër ish banore Big Brother VIP Albania po e provon veten në tregun muzikor. Bëhet fjalë për Brikenën, e cila krahas angazhimit të saj të rregullt në panelin e Top Arena, ka kaluar kodën në studiot e regjistrimit. Ajo tashmë ka përfunduar këngën e saj të parë, e cila është realizuar nga Adioni, ish konkurrenti Ferma VIP 3. Sipas informacioneve tona, Brikena po e merr mjaft seriozisht këtë projekt dhe ka planifikuar ta sjellë atë të vizualizuar edhe me një videoklip. Gjatë programit të guximshmit, ajo zbuloi se premierën e këngës do ta bëj pikërisht në Top Arena. Një detaj interesant ky, duke qenë se aty gjendet çdo natë edhe ish partneri i saj, Mateo. Mbetet për t'u parë se si do të pritet debutimi i saj në muzikë. Gjetinjo ribashkohet me të dashurën. Po, e vërtet. Raportet e dashurisë kanë gjithmonë ulje dhe ngritjet e tyre, dhe kjo vlen edhe për personazhet publik. Pasi raportuam për një krizë në marrëdhënien e reperit Gjetinjo me partnerin e tij Era, duket se gjërat janë qetësuar sërish. Në fakt, kjo ndarje e shkurtër ka qenë thjesht një moment i zakonshëm mes tyre, pasi çifti është ribashkuar dhe vazhdojnë të jenë bashkë prej disa javësh tashmë. Rikthimi i tyre u bë dhe më i qartë përmes një urimi për ditëlindje që i vuri vulën zërave se ata i kanë lënë pas problemet. Burimet e afërta pranë çiftit tregojnë se ata po e shijojnë sërish raportin e tyre normalisht, duke preferuar ta mbajnë këtë ribashkim me hapa të qetë dhe pa shumë zhurmë mediatike. Koncerti 5 dhe 6 gushtit me një super befasi. E vërtet, koncerti shumë përfolur që pritet të bëj bashk emra të njohur si Matre Gims, Morad, Azet dhe artistë të tjerë është plotësisht i vërtet dhe përgatitjet tashmë kanë filluar. Organizatorët e kësaj ngjarje, Jet Miraga dhe Alex Zohani, po punojnë për të sjellë risi në këtë sezon për publikun. Prive Baliberta Spahiu ka mësuar ekskluzivisht se shumë shpejt do të zyrtarizohet faza re e kampanjës, e cila përfshin një dhuratë të veçantë. Një çift i pranishëm në koncert do ketë mundësinë të fitojë si dhuratë një paku pushimesh për në Punta Cana. Detajet rreth kësaj loje do të bëhen të ditura së shpejti në faqet zyrtare të organizatorëve dhe eventit. Kujtojmë se koncerti është planifikuar të mbahet me 5 dhe 6 gusht në ambientet e jashtme në Prishtina Mall dhe tashmë biletat mund të merren online në ariaentertainmentks.com. Prive.